a ta ka leju shaci këtë lloj përshafimi, Arjanit këtë gjohë kështu apo i ke thonë është pjesë e filmit? Them të drejtën. Se ka herë mundet me nis si pjesë filmi përfundon si pjesë Arjaniti. Nuk e kam atë defekt profesional të themi kështu. Mundohen apo? Se e nis si pjesë e filmit e të pëlqen e jetë çashtu tani. S'dinas mundo mo. Jo, altin them të drejtën pa mbështetjen e shoqes time Anita. S'do kishe mujt marrë, absolutisht. Ta arri këtë sukses edhe e falenderoj jashtëzakonisht shumë se po do të më luajtë në pjesë tjera, do të më falendëru patjetër ne. Patjetër, jo, po vazhdo prapë luajë. Politik. Pa e falendëruar se më shkute pjesa tjetër. Jam kurioztar me ditë diçka, Arjanit. Ti je i sinqert, sipas mendimit tim në vendet tona apo në Ballkan, duke po flas për Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, njerëzit më të më të papaguar apo më të varfër janë artistët në përgjithësi. Sakt. A është të vërtet? Sakt. A paguhet arti në Zvicër? Konkretisht aktorët e teatrit. A paguhen për këtë shfaqje? Paguhen edhe ata paguhen shumë mirë. Paguhen shumë mirë. Këtu funksionon pak më ndryshe, thash ka rregull, ka hierarki, ka shtet me fjalë tjera. Kene është për të ardhur keq, sepse artistët në përgjithësi, po flas për teatrin, artistët e filmit dhe të teatrit, nuk janë të vlerësuar ashtu siç duhet, si nga shteti, si nga, si të them, ministritë përkatëse, si nga institucionet që duhet të merren me këtë. Po mund të them edhe diçka me fatkeqësi këtë po e them me fatkeqësi. Si në Shqipëri, si në Kosovë, si në Maqedoni, keq përdorimi i mjeteve buxhetore sa i përket kulturës. Pra ka buxhet, po bëhet keq përdorim thoti. Altin nuk e ke idenë sa pare derdhen në kulturë kene. Tek ne. Domethënë, edhe ta qartësojmë. Arjanit se është shumë e domosdoshme me thonë se arti me vra artin ke vra veten, ke vra shtetin, ke vra kulturën. Pra ka buxhet, unë mendoj. Por keq përdoren. Unë mendoj. Ti mendon ashtu? Unë mendoj, po them me fatkeqësi se çështja e festivaleve, çështja e projekteve filmike, çështja e projekteve teatrale është bërë biznes në kohën e fundit, po flas me aq sa di dhe me aq sa kam kontakt unë me pjesën tjetër të Shqipërisë etnike, themi kështu. Pse po e them këtë? Unë kam qenë gjithmonë me kolekt në për biseda kështu bilaterale dhe mbas premierave edhe me funksionarë të institucioneve, kur e di për shembull se buxheti për kulturë, kushtimisht po them, për vitin 2025 në Maqedoni është 2 milion, 3 milion. Po flas për Zvicër nuk është shumë, se për shembull këtu një shfaqje ka këtë buxhet, po flas për tregun tonë. Nëse Kosova i ka 2 milion, 3 milion, 4 milion, tash nuk e di unë sakt sa, po sigurisht në 2 milion nuk është. Nëse Shqipëria Altin e ka 2 milion, 3 milion, 4 milion, nëse nuk e di unë sa, do me thonë ti i ke në start diku 6-7 milion, 8 milion. E ke parasysh se nëse bëhen çdo vit grumbullohen këto para për një projekt ku do të merrshin pjesë gjithë aktorët, po flas gjithë aktorët, Shqipëria, Kosova, Maqedonia me i marr krejt aktorët, ndoshta dalin 100 apo 200 veta. Për një projekt filmik, a mjaftojnë, nuk mjaftojnë. E ke parasysh sa do t'u shtinte përpara filmi ose teatri shqiptar. Absolutisht. E keqja që mendoj une, fatkeqësisht, është se në Kosovë, Maqedoni dhe Shqipëri sponsorohen shumë projekte të vogla që mban premiera të mbyllura, e ke parasysh, edhe bëhet derdhja e buxhetit edhe nuk shifen domethënë suksesi ose veprat ose vlerat që duhen të shihen. Kjo është edhe një mënyrë ndoshta e keq përdorimit, a? Pikrisht për veprat vogla që shihen. Pikrisht për këtë po e them se
neve kemi pasur shumë skandale edhe në Kosovë, edhe në Maqedoni, edhe në Shqipëri sa i përket, domethënë, keqpërdorimit të buxheteve. Po unë nuk jam person adekuat për ta, unë po flas, si themi, të ne nga zemra e plas, se e di se kemi aktor të mrekullueshëm, aktor të jashtëzakonshëm, kapacitet regjisorial sa duash, ke mbështetje në institucione, nuk mund thjesht se nuk e ke. Po vetëm të filtroheshin këta mjete në projekte të mirëfillta. Absolutisht.